Një luftë e vërtet civile ka shpërthyer në Meksik dhunën në Tapalpa të Jaliscos, nuk po ndalet pas vrasjes së bosit të drogës i njohur si El Mencho, emri i vërtetit të cilit është Nemencio Ruben Oseguera Cervantes. Autoritetet konfirmojnë se deri tani janë regjistruar të paktën 26 viktima. Policia ka arrestuar 27 persona. Përplasjet janë përqendruar kryesisht në zonat perëndimore të vendit. Automjetet të djegura kanë bllokuar rrugë dhe autostrada në disa shtete, ndërsa kartelet po përpiqen që të pengojnë operacionet ushtarake. Ka pasur kaos edhe në aeroportin ndërkombëtar të Guadalajaras, ku disa fluturime janë pezulluar. Turistët e përshkruan situatën si një luftë të vërtetë, ndërsa të shumtë në numër po kërkojnë rrugdalje nga Meksika, nga deti, ajri dhe toka. Shtëpia e Bardhë ka konfirmuar mbështetjen e inteligjencës amerikane në operacionin kundër El Menchos dhe ka përgëzuar ushtrinë meksikane.